Shoqata rajonale e futbollit e Elbasan ka ndërmarrë një nismë sensibilizuese për dhurimin e gjakut në ndihmë të fëmijëve talasemik, duke vijuar një traditë humane që tashmë është kthyer në simbol të solidaritetit dhe mbështetjes ndaj atyre që kanë më shumë nevojë. Në këtë fushat u bashkuan trajner, sportistë, delegatë dhe përfaqësues të kësaj shoqate, të cilët ju përgjigjen thirrjes për dhuruar gjak, duke dhënë një mesazh të fortë në ndërgjegjësimi dhe humanizmi për komunitetin. Përfaqësuesit e shoqatës rajonale të futbollit Elbasan theksuan se sporti nuk është vetëm garë dhe rezultat, por edhe përgjegjësi sociale dhe kontribut për jetën e njerëzve në nevojë, veçanërisht për fëmijët talasemik që kanë nevojë të vazhdueshme për transfuzion gjaku. Mendojmë që iniciativa jonë të dëgjohet edhe nga njerëz të tjerë dhe të gjithë ta kuptojnë që nevojat janë shumë të mëdha dhe njerëzit në nevojë janë gjithmonë rritje. Durimi është diçka shumë e mirë, shumë e shëndetshme, dhe nga ana tjetër është shumë humanitare, është shumë ndihmuese për njerëzit që kanë shumë nevojë për këtë produkt. Trajneri Albano Dushku u shpreh se pjesëmarrja në këtë nismë është një detyrim moral dhe një shembull pozitiv që sportistët japin për të rit dhe komunitetin. Në vijim të një tradite të nisë tashmë nga shoqata rajonale të futbollit Elbasan, trajnerë të cilët ushtrojnë veprimtarinë e tyre në këtë shoqatë, sot u paraqiten pranë bankës së gjakut pranë spitalit rajonal të Elbasanit për të dhuruar gjak. Kjo është një nismë tashmë, siç e përmenda pak më lart, e cila po kthehet në traditë për shoqatën tonë, por neve me këtë mesazh duam që ta përcjellim përtej ambientit apo komunitetit tonë sportiv. Pra, ftojmë të gjithë qytetarët që të bashkohen kësaj nisme dhe pse jo të ngjillen në ndihmë fëmijëve të cilët janë talasemik. Kështu që gjejmë rastin falenderojmë edhe stafin e mjekësor të bankës së gjakut pranë spitalit rajonal të Elbasanit, të cilët u bashkangjitën dhe kryejnë këtë aktivitet domethënës. Iniciativa vjen si pasojë e angazhimeve të vazhdueshme të shoqatës rajonale të futbollit Elbasan në aktivitete sociale dhe humanitare, duke treguar se futbolli mund të shërbejë edhe si një urë solidariteti dhe shprese për njerëzit në nevojë.